Të nderuar besimtar, me lenin Allahut, sot do flasim për një begati të cilën Allahu ja ka dhuru një prej krijesave të tij, e cila përdoret vazhdimisht dhe në këtë drejtim paraqet begati të madhe. Është fjala për begatinë e të folurit, e cila vëllezër besimtar manifestohet përmes të folurit, mirë po është edhe përgjithësi. Përveç se që është begati, është bekim nga unë Allahut, është përgjithësi, sepse kjo përgjithësi kthehet tek Allahu dhe për të kemi me dhon llogari tek Allahu. Të nderuar vëllezër besimtar, këtë begati që e nënçmojmë, si a dim vlerën, ka përgjithësi të madhe. Me ta njeri hyn në Islam, e deklaron shahadetin me bindje, hyn në Islam, e bën një vepër e cila është e urryer te Allahu dhe ka status të kufrit, del prej feje, që nuk kupton me ta e meriton xhenetin dhe me ta e meriton xhehenemin. Andaj në këtë drejtim një fjalë ka mundësi me pas sevap të madh, po ka mundësi me pas edhe mëkat të madh. Me një hadith vllazni i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salam thotë që e thot individi, e thot robi një fjalë, e kjo fjalë ka mundësi me shpi të poshtë zjarrit të xhehenemit për 70 pranvera. Andaj, nëse e kishëm pas parasysh këtë hadith në bazë ditore, a thua vllazni, a do të rrinim indiferent ndaj kësaj përgjithësie, apo do ishim më të kujdesshëm? Të nderuar vëllezër besimtar, kjo begati do të më u përdor për promovim të hakut, për me promovu vlera dhe për me luftu antivlerat. Me fjalë të tjera, në Islam është një institucion që quhet urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Andaj gjuha është mjeti kryesor i këtij institucioni që ti promovon hak dhe e kundërshton batilin, e kundërshton të kotën. Andaj në këtë drejtim, secili nga ne lehtëshe veten ku është. Andaj fjala apo të folurit ka peshë të madhe, me ta ka mundësi mja shëru dikujt zemrën, e ka mundësi vllazën besimtar mja smu dikujt zemrën. Andaj çfarë themi? Myshde, përgëzime për atë besimtar i cili manifeston kontroll mbi të folurit e tij, dhe i cili kur fol hak, fol me urtësi dhe fol mirë, gjërsa njëjtën ku e i dhoj myshde edhe atij i cili përdor gjuhën me qëllim të keq, e përdor për mëkatim dhe për me bë fesade, le ta di se gjuha është një prej mjeteve kryesore që e shpije robën në zjarr të xhehenemit. Të nderuar xhamat, Allahu në Kur'an po tregon se në ditën e gjykimit ka me vendos një peshore shumë të saktë, e cila ka mi mat veprat e krejt njerëzimit. Mirë po, në këtë ajet kuranor, Allahu po tregon se kjo peshore është aq e saktë sa që ka me mat edhe pesha që në Kur'an e ka përmendur Allahu khardal, që nuk kupton gjuhë shqipe, nuk e di si bën mustard i thojnë. Një lloj kokre shumë e vogël, diçka ekstrem e vogël që Allahu edhe çikaç s'ka më bë padrejti. Kushdo që ka bë zullëm, kom ja po sherrën, e kushdo që ka bë vepër të mirë, qofsa që kjo kokër që shumë e vogël, edhe kom ja po hajrën. Andaj në këtë drejtim të ruhemi nga padrejtia, sepse ajo është errësirë në natën e varrit dhe është errësirë në ditën kur kemi dalë para Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, mos të mendojmë se një herë kena me jetu. Mirë po, kena me jetu prap dhe ajo është e gjatë, është e përhershme pafund. Andaj synimi ynë duhet të jetë ajo që është e përhershme apo ajo që quhet ahiret. Të nderuar vëllezër besimtar, kur po themi me kënd kujdesshëm, nuk jemi duke ftuar mu bë zëdhënsa të heshtur të shejtanit. Mu bë zëdhënsi i heshtur të shejtanit. Çan nuk kupton ajo kur dikush fol mrapsht, mëkaton, ti me kesh e mja aprovu, mirë po, nuk kupton me këshillu, por në anën tjetër kuptimi i heshtjes është që me urujt prej të folurit të shumt, me urujt të folurit pa motër, se për me fol për mëkate, kjo është e qartë, edhe fëmija din që ajo punë është marrë, ndaluar, hiç pa i kallëzuar të kuranore. Andaj besimtari manifeston vet kontroll, e ka frenimin në gjuhën e tij, mirë po edhe është i motër.
të nduar xhamat, dietarët kanë thonë që varret janë të mbushura me njerëz që kanë vdekë shkaku një fjale. Ti a thu dikujt një fjalë si pasojë e dhënimit, mirë po se den çfarë dëmi i bën atij tjetrit. Se den çfarë dëmi ke shkaktu. Andaj sot divorci ka ndodhur shkaku një fjalë të pamotur, e sa lufta ka fillu mes familjeve, hakmarrje, shkaku një fjalë, andaj besimtari, çfarë? Besimtari është ai që fjalët e tina i peshon para se me i thonë, jo masi ti thot, edhe nëse ndodh me njëherë reagon duke manifestu kërkim halallaku dhe pendim tek Zoti. Andaj begatia e të folurit është begatie madhe. E gjeni këtë në Kur'an, në surën Rahman, ku Allahu thot Ar-Rahman allama al-Qur'an. Allahu po betot me një cilësi për tina që është Rahman, që nuk do të mëshirë, dhe thot jam mësoj Kur'anin njerëzimit, wa khalaqal insan, dhe e krijoi njerëzimin dhe e bën allamahul bayan, dhe e bën që të sqarohet lehtësisht, që nuk kupton që na kur flasim ne sqarohem lehtësisht. Cila krijesë ka këtë mundësi? Kofsh nuk flasin, as insektet, as peshqit, as shpezet, mirë po Allahu e ka bë që na me komuniku lehtësisht dhe qartazi, dhe këtë do të me kuptu si begati nga ana Allahut. Nuk bën me marë si të mirëqenje, e lërëma si këtë begati që Allahu ta ka dhënë ty, ti me përdor që me shkel kufit Allahut, me u hagur haku njerëzve, me ju ofendu ata, me nënçmu ata, dhe bën vaki vëllazën besimtar, një fjalë jota, ka mundësi që njëri 20 vjet se harron dhënimin tën. 20 vjet se harron dhënimin tën, se lera më bë me vdekaj pe këtë dhënimin tën. Çai thuti Allahut për atë fjalë që ka thonë. Çai thuti për begatin që Allahu ty ta ka dhënë, me përdor për me ofru te Allahu, me përdor për me adhuru Allahun, me bë dhikr Allahun, mirë po ti çfarë ke bë? I ke shkel kufit Allahut, ke shkaktu hirnim dhe i ke bë pa drejtësi dikujt. Andaj vëllezër besimtar, të manifestojmë vet kontroll. Allahu po tregon në një ajet tjetër kuranor që njerëzit kur dalin para Allahut, kur ngjollen pe varreza, kam ndaj dhon libra secili dikujt pe onës djath, aty në të përgëzuar e dikujt pe të majtëve, mirë po ne emrusi për bashk për tonë është befasia. Ma li hadha al-kitab, ton kamon subhanallah, ç'është puna këtij librit? La yughadiru wala kabiratan wala saghiratan. Ç'është puna këtij librit që se ka harru asnjë çështje të vogël, po as të madhe, përveç se e ka përsos. Kur të shohim se cili peneve, se ç'a kem shkruar, dhe ç'a kem fol, dhe ç'a kanë shkruar me loçet për neve, kena u befasu. Andaj, nëse e ke këtë parasysh edhe këtë argument, a do flasim pa ndal, a do flasim çat na vjen mendje, do në sikurse ato makinat që punojnë pa logjik, vetëm se me nxjerr prodhimi sa më shumë, apo do t'i peshojmë fjalët tona. Andaj Allahu po tregon se nuk ka mundësi njëri me bë një vepër, e me thonë një fjalë, përveç se e ka ngat një melek raqibun atid, Allahu kështu ka thonë, një melek të gatshëm me ta regjistru. Ti e fol, ti e bën, meleku e regjistron. Për këtë arsye, me atje në citapin ton kur gjë s'ka me mungu. Gjitha ka me kon prezent. Andaj, të jemi të kujdesshëm çfarë ne po flasim. Andaj, këtë gojle kanë pos edhe sahab. E me një rast, Muadhi radiallahu anhu, dietari i madh ka qenë Muadhi, po e vetë dërguani i Allahut, çka i çon njerëzit xhehenem më shumë ti. Cila është vepra apo cili organ çon më shumë ti në xhehenem? E po i thot Muhamedi alayhis salam, gjuha. Parë në organ që ka përmend është gjuha, se ka përmend as dorën, as syrin, as veshën, mirë po gjuha. Andaj këtë drejtim do të me kon të kujdesshëm, me i zgjedh fjalët tona, me i mot ato, me i peshu para se me dal, se përndryshe bëhet vonë. Andaj Muhamedi alayhis salam po shkruan fjalën e bukur me një koncept shumë bukur. Al-kalimatu at-tayyiba sadaqa. Fjala e bukur është sadaka, apo fjala e mirë është sadaka. Andaj, dietarët kanë thonë që njeriu gjatë ditës i fol disa mira fjalë. Dikon 5000 e sipër, deri te femrat që po flesin më shumë. Andaj, nëse te brenda ditës i fol 5000 fjalë, nëse 2000 ki fjalë të këqija, të pamotura, çysh ko me kon llogaria jote nesër para Allahut. Qa kimi thonë Allahot, për krejt ato fjallë, do të logarete, do në te jehi mbyllëk me 13 vjetë, ke jetu 60 vite, 70 vite, gjdo dit ka 2000 fjallë pa motëra, nimi me kompetinu me kateve, qa i thu zotit të vlo,
Çfarë kemi thonë Allahut për këtë këtu mëkate që ke ngarku. Andaj ti jemi të kujdesshëm se nëse ti çto 2000 i kthen dhikër, e i kthen në fjalë të mira, e i kthen këshilla, atëherë me të vërtet kemi u befasu mirë tek Allahu, sepse çaj me laçja e gatshme që të gjitha komi të regjistru. Andaj të jemi të kujdesshëm se çfarë po flasim dhe çfarë po veprojmë. Me kaq që përndojmë pjesën e parë të hutbës, duke kur folet te Allahu, kërkon falje sa fazhëm së rus. Alhamdulillah, wahdahu wa salatu wa salam ala man nabiyya ba'da. Është interesant vllaznisa se ka përshkruar Muhamedi alayhis salam kush është musliman. Respektivisht kush është musliman i mirë. Ishte pyetur kush është musliman me kuptim musliman i mirë dhe kishte thonë el muslim men salama al muslimuna min lisanihi. Musliman i mirë në kuptim për kthim është ai musliman që musliman prej tij janë rahat. Prej ti, për gjuhës ti në rahat dhe për dorës ti në rahat. Andaj, me qenë musliman i mirë, përveç se me i kryo obligimet, për dufka, pak një vepër me shtu ma shumë, aja që me urujt gjuhën tonë, mos me lonë gjuhën tonë të pa kontroluar. Andaj, në këtë drejtim, përgjithësia e të folurit është e madhe, e veçanërisht, në këtë kohë është edhe përgjithësia e të shkruarit. Ka ndollë të mediat sociale, dhe jo qatë vjen men, më që me shkrua të në Facebook, në mjeta çfarë do që përdor, sepse edhe çato ti shkruan me laçja. Edhe nëse ti si fol, po i ke shkruar, edhe çato ti shkruan me laçja. Andaj ose shkruaj hajër ose hesht. Andaj këtë drejtim është një koncept i njohur në kohën bashkore, liria e shprehjes, që nuk kupton fal çka dush. Mirë, po që liria e shprehjes, po është e kufizuar në momentin që cënohet interesi shtetëror. Në këtë drejtim edhe na sim kundër interesit shtetëror, mirë po ti pse me fjalën tonë, po bëhesh shkaktar që me cenu interesin tënd. Po bëhesh shkaktar që me veprën tonë me cenu xhenetin tënd. Andaj në këtë drejtim të jemi të kujdesshëm çfarë flasim dhe të flasim mirë. Me një hadith, të ndaroj Allahun besimtar me këtë do përmbyllim, po thot Muhamedi alayhis salam, men kana yu'minu billahi, kush do që kush du me ka ardhë, kush do që beson Allahun wal yawmil akhir dhe ditën e gjykimit, ose let fol mirë ose let hesht. E çfarë nuk kupton kjo? Nëse ti beson Allahun, po ta përkujton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fol mirë se ti ke më dol para Allahut me dhon llogari. Andaj nëse don që llogaritë jote me kon e lehtë, mundoho që të flasësh mirë. E sidomos të vëllezër besimtar, jo çdo herë, edhe nëse është hak është mirë me fol. Jo çdo herë, disa punë folëm pse se ka mundësi që edhe çajo ti çka e thu është e vërtet, mirë po i bën dëm islamit, i bën dëm muslimanëve, i bën dëm umetit hoxhallarëve, andaj do të me kon të kujdesshëm se jo çdo herë është mirë me fol s'pa e mot urtësinë e saj. Andaj besimtari, të gjithë kontributin e tij duhet me kanalizu në të mirë të umetit, sikur se Allahu thotë në Kur'an, dhe bashkëpunoni në vepra të mira dhe devotshmëri, e mos bashkëpunoni në armiqësi dhe në mëkate. Andaj këtë drejtim në fund të hutbes vëllezër besimtar, elusi Allahun që Allahu na furnizoj me fjalë dhe vepra të mira. Elusi Allahun që Allahu vëllezër besimtar me bëj që na me kom promovues të hajrit e jo promovues të sherrit. Elusim Allahun që Allahu më na përdor në hak dhe jo në batil, dhe në këtë drejtim elusim Allahun që Allahu na bën që në familjet tona vëllezër besimtar me pas harmoni, me pas rahmet dhe dashuri mes vete, dhe përfund elusim Allahun që Allahu të forcoj fenë tonë. Kjo vëllezër besimtar është çështja kryesore që do të më pas në agjendën tonë. Po dunjallahu është shumë i rëndësishëm, mirë po është i përkashëm. Gjithashtu ajo që është e përhershme dhe që do të më pas synim është xheneti apo kënaqësia e Allahut.